Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, was salatu was salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë, e lutim Allahun të na mëson khairin, të na mëson të dobishme, e më pastaj të na sjell dobi nga ajo dhe e lutim atë që të na shton diturinë, të na shton ilmin. Vëllezër, ne vazhdojmë me shpjegimin e librit Al-Aqidatu Tahawiyya. E dim se Allahu xhelleshanu thot: Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Çdo nefs që ka shpirt do ta shijon vdekjen e pastaj tek ne do të ktheheni. E dim që thot Allahu xhelleshanu në Kur'an: wa nufikha fis suri fa idha hum min al ajdathi ila rabbihim yansilun. Pas vdekjes çka ka? Është domethënë jeta e berzakhit. Do të frinë suri për herë të fundit, për herë të tretë apo për herë të dritë, për herë të ditë. Për arsye se ka mendime në mesin e dietarëve sa herë do të frine Israfili të surit, ajo buria e madhe, 2 hera apo 3 herë. Hera e fundit është kjo: wa nufikha fis suri fa idha hum min al ajdathi ila rabbihim yansilun. Kur do të frine për herën e fundit, qoftë e dita apo e treta, e fundit, atëherë do të dalin gjithë njerëzit nga varezat e tyre. Kjo është ba'th. Dalja prej varezave është ba'th. Dalja edhe ecja. Yeb'athullahu men fil qubur. Allahu i ngren, i dërgon ato të cilët janë në varr. Pastaj është dita e nushur. Dita e nushurit çka është? Ajo dita pastaj prej varrit deri tokën e mahsherit, çka quhet nushur, kur njerëzit do të dalin, do ta marrin rrugën për tokën e mahsherit. E pastaj kur arrin te vendi i dur, që do të qëndrojnë aty 50.000 vite, kanë miqdaru 50.000 sene, në cilën toka e mahsherit. Ati pas tokës mahsherit, tubimit, çka do të ketë? Do të ketë qëndrim në këmbë. Do të rinë njerëzit në tokën e mahsherit. Pas ati qëndrimit kush vinte? Shefajeti. Pejgamberi alayhis salam çka? Do të ndërmjetson. Çka do të ndërmjetson? Për çka është ky shefajet? Si quhet ky shefajet për ndryshe? Ash-shafaatul udhma. Shefajeti i madh. Për çka bëhet ky? Për çka do të ndërmjetësone Muhamedi alayhis salam tek Allahu, te Ademi, te Nuhi, e kështu me radhë profetët tjerë alayhimus salam, për me fillu dita e llogarisë. Do të qëndrojnë njerëzit aty, pastaj Muhamedi alayhis salam e lut Allahun xhelleshanu që të fillon llogaria. Do të fillon llogaria. Pastaj pas llogarisë çka ka? Tu tash me radhë nuk jon, por sipas argumenteve diçish na orientojnë se çka mund jenë me radhë. Tash, ose do të kenë dy lloje të llogarisë. Llogari e lehtë, që quhet paraqitja për besimtarët, atë kujtohet kjo vepër, atë kujtohet ajo vepër, dhe hisab asir. Hisabi asir, llogaria e rëndë çka është? Ajo është nuqish el hisab, thot Muhamedi alayhis salam, men nuqish el hisab faqad udhib, ai cili do të mirret në pitje për detajet, ai ka më u dënu, atë cilëshon Allahu xhelleshanu. Ose para këtyre të dijave çka është haudi, me pi ujë prej atij ujit të pejgamberit alayhis salam, i cili quhet haud, dhe secili profet e ka haudin e tij. Thot Muhamedi alayhis salam: wa inni la aktharuhum wurudan fil haud. Kurse te haudi jam pjesëmarrës do të ketë më shumë, ti thot pejgamberi alayhis salam, se çdo lloj haudi tjetër. Do të thonë kjo haudi ose do të jetë më njëherë mas mahsherit, ose do të jetë mas kuj, mas llogarisë. Pastaj pas që bëhet llogari, çka ndodh? Jipen çka? Librat. Po mirë, u bë llogaria, pse librat? Çka tregojnë suhufet? Dikuj çka jep Allahu në krat djath, dikuj në krat majt. Për çka është kjo? Kjo tash me u pëshu veprat. Cilën shkallë të xhenetit do ta merr ki, apo sa në fund xhenemit do të jetë ai tjetri, e kështu me radhë.
Këto çka? Këto ku do të vendohen? Do të vendohen te kush? Te mizani, te peshorja. Pasi që si kush mo e din tamam ku do të jetë, atëherë me gjithë ato do të mirret rruga ku? Për në sirat. A gjithë do të kalojnë siratin? Ka njerë që as pak nuk arrin të sirati. Kush janë këto? Jo besimtarët nuk afrohen të sirati hiq. Këto do të fusen në xhenem grupe. Adhuruesit e Kriqit, adhuruesit e Uzairit, adhuruesit e Budës, adhuruesit e Lopës, për këtë s'ka llogari. Fela nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Thot Allah në Kur'an, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Aty tregoj thot Allah, kush veprat e tij ai ka të kota, dhe ato mendojnë se janë duke punu mirë. E lodhja e tyre është e kot ditën e gjykimit. Ato alladhina kanë bë shirk Allahu xhelle shanu, kanë bë përgënjeshtrime. Fela nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Nuk i peshojmë as pak veprat e atyre. Prandaj që Allahu xhelle shanu ato që bëjnë shirk, mendojnë se janë duke bën mirë, mendojnë se atë Zotin e tyre adhurojnë, afrohen, e bëjnë sakrifica. Allah thot fela nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Për ato nuk ju peshon atyre asgjë, as një vepër. Pastaj tham prej peshores, çka do të peshon peshorja? Herë do të peshon e fletushka. Një sahabi që do t'i peshojnë këmbët e tij, kush ishte? Ja Allah. Muezini. Ja nuk ka muezini, ja. Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi. Pejgamberi alayhis salam tregon thotë do të ketë një njeri i madh e i denjë, i trashë, kush e din dynja sa ka peshu, atje te peshorja te mizani nuk peshon as sakrahu i mizës. E besimtarët tash do ta marrin rrugën për në sirat. A do të jenë vetëm besimtarët, a do të jetë një grup tjetër? Kush do të jetë? Munafikët. Do të jenë edhe munafikët, do të jenë edhe hipokritët, edhe ato do të thonë besimtarët qalu ndhuruna naqtabis min nurikum, dalu edhe ne të marrim prej dritës tuaj, prej nurit çka e keni, do t'ju vjen një zot prej melekëve, prej besimtarëve, prej Allahut, ktheheni mbas atje prej kur e morëm ne dritën, kur do të kthehen ato do të shohin që një mur është bërë prej atyre. Te ura e siratit vëllezër, do të kalojnë besimtarët, do të kalojnë muslimanët, do të kalojnë mëkatarët. Jo gjithë do të dalin qosh. Dikush do të ecë, ati ka grepa, ka gjemba, do t'i kapin njerëzit për kome, edhe ato do të rëzohen, do të bien te ura e siratit. Do të dënohen derisa don Allahu xhelle shanuhu, një grup do të del. Shpejtësia më e shpejtë sa ishte? Sa? Po, hapse bilësit. Pastaj tjetra, e rufes. Pastaj tjetra si erës shpejt. Pastaj tjetra si ai që ka një kalit shpejt. Ai tjetri duke vrapu. Do me thonë këto janë llojet e shpejtësisë. Dikush duke vrapu, dikush duke ecë kadale. Dikush ecë një hap, rëzohet, çohet, ecë një hap, rëzohet. Që ashtu delën qosh. Atje pasi dulën qosh prej urës siratit, është një vend që të kantare. Çdo zili, çdo urrëtie që ke pas ndaj vllaut ton. Ti ndoshta s'ke fola asgjë, po ke urrët me zemër, edhe ato thot Allahu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Do t'u nxjerrin prej zemrave të tyre edhe atë urrëtien zilin e vogël, që e kanë pas e do të jenë vëllezër në xhenet, në koltuçe, karshi njëri tjetrit. Tema e sodit vëllezër është wujudul jannati wan nari wa abadiyatuhuma. Tash një pyetje, ne besojmë për xhenetin edhe xhenemin. Që tash ato, a janë të krijuame, a krijohen ato në tokën e mahsherit, kur do të jenë, domethënë, duke u dhënë llogaria. Prej gjithë tash secili prej nesh ka informata, ajete, hadithe i kujtohen e kështu me radhë. Një pyetje, çka mendoni xheneti dhe xhenemi, a ekzistojnë që tash apo ato krijohen pastaj ditën e mahsherit, që atëherë sikush dihet se ku do të jetë? Ekzistojnë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala, gjithë ehli sunneti, gjithë musliman, janë dhe me thonë të mendimi që xheneti edhe xhenemi ekzistojnë. Dhe kjo temosh, mimma ulime min ad-dini bid-darure, është prej diturijeve të domosdoshme të besosh. Pse të domosdoshme? Se ajete kuranore ki e plot. Allahu xhelle shanu thot uiddat lil muttaqin. Për shembull xheneti është përgatitur për muttaqunët. Ndoshta një Jahm ibn ose që quhen Jahmit, ata thonë jo, xheneti dhe xhenemi nuk janë të krijuara,
Allahu xhaleshanu do t'i krijon ata kurrë në tokën e ditën e mahsherit. Ki Gjem ibn Dirhem, ki është që nuk beson as emrat as cilësitë e Allahu xhaleshanu, ki është prej atyre që i thot xheneti dhe xhenemi, megjithato nuk janë të përhershme. Allahu do t'i krijon ditën e mahsherit, e ato që ka do t'hin xhenem mo nuk dalin kur pa marrë parasysh kanë qenë besimtar, kush hin xhenem nuk del e kështu me radhë. E ki për shembull po e ceka këtë mendim, Gjem ibn Dirhem, por arsye mendimi këtij nuk mirët se ki nuk bën pjesë, domethënë dietarët islam thon akidja e këtij është larg ehli sunnetit dhe e xhamatit. Allahu xhaleshanu tregon për shembull për a thonë xheneti dhe xhenemi, ato janë të krijuta. Allahu subhanahu wa taala ato I ka kriju. Thot Allahu xhaleshanu për xhenetin uiddat lil muttaqin. Thot wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. E pa atë edhe një herë tjetër. Inda sidratil muntaha, te sidratil muntaha. Sidratil muntaha çka është? Sidr. Pema pse është muntaha? Pema e fundit. Pas asaj pema mo është arshi Allahut xhaleshanu. Thot wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Tregon për Muhamedin alayhis salam që e pa Gjibrilin edhe një herë tjetër në formën e tij ku inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Te sidratul muntaha mo kur përfundon ajo, atëherë më kush vjen xheneti Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë kjo është për argumenteve. Për argumenteve tjera, çka ka ardhur në Sahihain nga Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, thot thumma tregon pejgamberi alayhis salam, shqiqoni, thumma intalaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha. فغشيا الوان لا ادري ما هي. Thot Muhamedi alayhis salam tregon për natën e Mi'rajit. Atëherë thot vazhdu me Gjibrilin alayhis salam rrugën derisa arritëm te Sidratul Muntaha. Ti thash pa ngjyra të ndryshme, nuk e di edhe unë çfarë lloj ngjyrash ishin ato. Qal thumma dakhaltu al-janna. Që Muhamedi alayhis salam pastaj hina në xhennet. Pejgamberi alayhis salam është I pari që ka hyrë në xhennet. Thumma dakhaltu al-janna fa idha hiya Gjenabidhu lu'lu'in, ati thë qka me pa? Kube, kodra prej margaritari, prej diamanti. Wa idha turabuha el misk, por toka e gjenetit ishte misk, ishte parfimi. Hadithi tjetër përsëri në Sahihain, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, inna ahadakum idha mate, urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Thot pejgamberi alayhis salam secili prej juve te vari I tij dy herë në ditë I paraqitet vendi I tij. Në mëngjes edhe në mbrëmje. Nëse është prej banorëve të xhenetit, prej banorëve të xhenetit. Çka prej banorëve të xhenetit? E sheh xhenetin. Nëse është prej banorëve të xhenemit, e sheh xhenemin. Edhe do t'i thuhet që kjo është vendi jot. Dhe të qëndrojsh tu dhe do të hish tu, atëherë kur Allahu xhaleshanu do të dërgone. Çka janë këto argumente? Të janë që xheneti dhe xhenemi ato janë të krijuar. Ato ekzistojnë edhe sot. Edhe ndoshta për shembull e dim edhe hadithi gjatë e kena tregu këto, më duket hutbe ka pas për këto. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e krijoi Allahu xhaleshanu xhenetin edhe xhenemin, e dërgoi Gjibrilin, do ta tregoj kuptimin e hadithit. Thot Muhamedi alayhis salam, kur e krijoi Allahu xhaleshanu xhenetin edhe xhenemin, I tha Gjibrilit, çka shif çka ka në xhenet. Kur e pra Gjibrili çka ka në xhenet, çka tha Uhabit, tha ja Rab, nuk ka njeri I cili e ndëgjon dhe merr vesh se çfarë pas ka në xhenet, nuk le njeri pa me hin në xhenet. Domethënë, sicili thot çfarë çem bukuri, çfarë pas ka kriju Allahu xhaleshanu për xhenetlit. Jo bre, çka do të jetë? Unë kam me hin në xhenet. Gjitha obligimet do t'i kri, do të sakrifikoj, mëre, do t'a jap gjon ma shtrenjt vetëm me hin në xhenet. E Allahu e krijoi rrugën për me hin në xhenet dhe I tha Gjibrilit me vështirësi, me mundime, me sprova, me prekupime, I tha hiqe ta shit, derisa arriti Gjibrili në xhenet, kur I pa gjitha ta tha, ja Rab, kam frikë se nuk do t'hini dikush në xhenet. Sprova, lodhje, raskapitje derisa me arrit atje. I tha Gjibrilit hi tash në xhenem. Kur hiu Gjibrili në xhenem dhe pa çka ka atje, tha or Allah, nuk ka krijes që ndëgjon, merr vesh, informohet se ka në xhenem, edhe ai pastaj mos me ju largu ati, nuk është e mundshme, me u djeg, piqen lëkurat, mundime, vuajtje, edhe pastaj dikush me ilon obligimet, me ndjek rrugën e xhenemit, nuk besoj. Allahu xhaleshanu e krijoi rrugën për në xhenet, I tregoi se ati me mashtrime, me
dashuri, ndaj epshit, ndaj pasurisë, ndaj gjërave tjera të dynjos, atëherë Xhibrili tha, kom frikë se a do të shputone dikush për me hi, a do të shputone dikush pa më hi në xhenet, pa më hi në xhenem, do të thonë rruga me mashtrime, me fitne, ku ta di, do të thonë fitne të sot, sa janë vëllezër, shtohen dita ditës fitnen, e ne secili prej nesh duhet ta shohë, nëse i kthehet vetes sa subhanallahu, unë mbaj mend para sa viteve, imani jem ka qenë shumë më i fortë. Unë kur shikojsha diçka, me njëherë kajsha be, sot si gati thot dikush, sikur se lotët janë termos, ka lot, zemra u ka forcu, gati se nuk depërton asgjë. Thot unë e mbaj mend para sa viteve kajsha, e tash jo, pse? Shikoni vëllezër, fitnet shtohen, imani dobësohet, edhe sikur se edhe njerëzit e mirë, po edhe dietarët e mirë dita ditës vin duke u paksu, prandaj tha Xhibrili, kom frikë se a do të shputone dikush, domethënë prej xhenemit ajo, lehtësime, mashtrime e gjëra tjera. Tash është një shubhe këtu, një dyshim. Për ato të cilët faktikisht kanë thonë, ato kanë argumentet e veta, ato që kanë thonë jo, nuk është kriju xheneti dhe xhenemi tash. Pse thonë që kjo argumente? Allahu Gjelleshanu thot, kur Merjemi tha, qalet rabbi bnili indeke bejten fil gjenne. Gruaja e Firaunit, çka i tha Allahu Gjelleshanu momentin e fundit, tha ora Allah më ndërto mu një shtëpi në xhenet. Thot sikur xheneti ishte i krijuar, nuk do të kërkonte kjo çka, nuk do të kërkonte kjo me ndërtu Allahu Gjelleshanu shtëpi e gjëra tjera. Pastaj thot, ka edhe argumente për haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush e din atë dua, apo kush i din ato thonje që thot Muhamedi alayhis salam, kush i thot këto, i mbjellet një pemë hurme në xhenet. Kush janë ato fjalët? Subhanallahi wa bihamdihi, thot pejgamberi alayhis salam. Kush thot subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, ghurisat lahu nakhlatun fil janna. Ati veç ju ka mbjell një dru i hurmës në xhenet. E këta dhe me thonë, këtë regull i thona, nëse fliti për xhenetin cilën e ka kriju Allahu Gjelleshanu, ajo është i krijuar. Edhe xhenemi, ne tash flasim dhe me thonë për xhenetin. Po mirë, to argumentet çka kanë? To argumentet, a e din si janë vëllezër, sikur se dikush që ta falë ti një shtëpi me tona sende, thot gjitha janë, frigoriferi, lavatriçet, makina dhe me thonë çka i lanë enët, amërët gjitha, ajo thisja e plunit, televizorin e kije, shtratin gjitha, frigoriferi është i mbushet, ti thua, di çka, une do t'i marrë me vete, e kom ndërtu vetë një karike, atë e kom vete, e kom ndërtu prej drunit, edhe e kom një portret mirë, natirën e këto do t'i marrë me vete, edhe i ki, oni thot s'prish puna, ato shka i ke tuat, mund t'i marish, edhe i ki merë dhe i vëndona që me një qosh. Kjo është një lloj xhenetit, do me thonë, Allahu Gjelleshanu ju ka kriju xhenetin, po ti prej veprave tuja, çka bon? Prej veprave tuja ti mbjell diçka në xhenet, e Allahu thot, që këto janë drut e hurmave që ti i ke mbjell me subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Kjo është ajo shtëpia që ta ka ndërtu Allahu në xhenet, se ti i ke fal për shembull 12 recate nafile brenda ditës edhe natës. Dikush thot që këto 12 recate a bëhet fjalë, do me thonë gjithë jetës me i fal? Dhe thot Muhamedi alayhis salam, kush i falën 12 recate? Këtu do me thonë hin edhe ai që brenda ditës, për atë ditë që i ka fal 12 recate, për atë ditë Allahu Gjelleshanu janë ndërton ti çka? Janë ndërton këti një shtëpi në xhenet. E këti mendimi thonë në rregull është, sa i përket diçka që besimtari bon dhe xhenetin e tij edhe ai e ndërton në dinjo, por tu ka argumente, por xheneti si xhenet, ashtu siç e ka përshkruajtur Allahu Gjelleshanu në Kur'an, me ato lumejt, me ato pallatet, ai veç është i krijuar. E ti çka, nëse don diçka të bësh, që ta shijosh ato që e ke boti në dinjo, edhe ajo atje çka, me lejen e Allahu Gjelleshanu të mbjellën pemët, hurmat e xhenetit, të ndërtohen shtëpia e pallate e kështu me radhë. Tema tjetër është për ato të cilët thonë xheneti dhe xhenemi të dija e kanë fundin e tyre. Ne prej atyre argumenteve nuk cekim faktik prej mendimeve, se mendime shumë që kanë thonë xheneti dhe xhenemi, sa i përket xhenetit, xheneti ai do të ekziston edhe më në fund edhe ai do të përfundon. Thona subhanallahu, çka është kjo fjalë? Thonë ja pra Allahu Gjelleshanu në surën Hud thot Allahu: "Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidin fiha
ma damet is-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majdhudh. Sa I përket thot Allahu xhaleshanu, ato të cilët do të jenë të lumtur, ato do të jenë në xhenet të përhershëm deri kur thot aq sa ekziston qielli edhe toka. Kjo është ajet në Kur'an. Ma damet is-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. Përjashtim atë që dëshiron Allahu Zoti yt. Ata'an ghayra majdhudh. Një dhënie e cila nuk ndërpritet kurrë. E para derisa do të jenë në xhenet derisa ekzistojnë çka? Qiellrat edhe toka. Pse e ka përmend Allahu xhaleshanu derisa ekziston qiellrat edhe toka? Ne e dim që qiellrat edhe toka një ditë do të përfundojmë, edhe këto e kanë fundin e vet. Sa herë ke në Kur'an, idha as-sama'u shaqqat, idha as-sama'u fatarat, wa idha al-kawakibu intatharat. Që tregon Allahu që do të shkatrohen, nuk do të ekziston as qiellrat edhe as toka. Arabët e kanë pas si zakon, kur e kanë dashur të marrin një shembull për diçka e cila ekziston përherë, si e kanë thonë, aq sa ekziston toka edhe qielli. Do të thonë që këto janë të përhershme. E Allahu xhaleshanu I ka pru këto argumente ashtu siç e njohin arabët. Se arabët kur kanë marrë shembull për diçka e cila nuk ka fund, çka ka thonë? Aq sa ekziston toka edhe qielli. E ka pas për qëllim përherë. E ka pas për qëllim që përherë. E Allahu xhaleshanu këtu e ka pru këtë shembull që do të jenë besimtarët në xhenet aq sa ekziston toka edhe qielli. Do të thonë sipas mendimit, sipas diturisë, sipas asaj që e kanë përdorur arabët që toka edhe qielli, do të thonë kohën e xhahiletit, toka edhe qielli ato nuk kanë fund, ato ekzistojnë përherë. Por që kjo illa ma sha'a rabbuk, me përjashtim atë që dëshiron Zoti yt. Allahu xhaleshanu këtu kët illa ma sha'a rabbuk përjashtim, illa ma sha'a rabbuk, me përjashtim atë që dëshiron Zoti yt. Pse? Allahu xhaleshanu kur thotë do të jenë në xhenet përhershëm, kjo do të thotë që sikurse njeriu është I përhershëm në xhenet. Prej momentit ku ka lidh, e Allahu xhaleshanu thotë jo. Me përjashtim atë kohën që ki ka qenë shembull në varr. E kam bëhet fjala prej vdekjes. A prej vdekjes është dikush në xhenet? Flasim për xhenetin I cili do të jetë ditën e gjykimit. Allahu thotë me përjashtim. Çka me përjashtim? Me përjashtim të atë kohës ku ki ka qëndruar ku? Ka qëndruar në varr. Allahu thotë atë kohën mos e llogaritni. Po pastaj çfarë kohë tjetër? Atë kohën ki që kam ditë në tokën e mahsherit. Allahu thotë me përjashtim të kësaj kohe. Me përjashtim të kësaj kohe e tërë koha tjetër do të jetë besimtari ku? Do të jetë në xhenet I përhershëm khalidine fiha. Allahu xhaleshanu për ajete që besimtari do të jetë në xhenet I përhershëm ka plot. Unë do të bie një hadith, edhe mbajmë mend këtë hadithin vëllezër, thonjet e para I ka cek pejgamberi alayhis salam me një hadith që besimtari si do të hinë në xhenet, do t'i vjen një zor dhe do t'i vjen një thirrje prej Allahut subhanahu wa taala ose prej melekëve. Thuhet ja ehlal janna inna lakum fiha an tasihhu wa la tasqamu fiha abada. Ai dini katër thirrjet e para që do t'ju vinë xhenetlive. Kush janë? E para, o banorët e xhenetit, ju këtu do të jeni gjithmonë të shëndosh. Asnjëherë nuk do të sëmuni. Këto të katër do t'i thonë vëllezër, do ta marrim një krahasim me jetën e njerëzve në përgjithësi në këtë botë. E dita, wa inna lakum fiha an tashibbu fala tahramu fiha abada. Dhe tu ju do të jeni gjithmonë të ri. Asnjëherë nuk do të plakeni. E dita thirrje. E treta, wa inna lakum fiha an tan'amu fala tab'asu fiha abada. Gjithmonë keni me qenë të lumtur. Asnjëherë nuk do të pikëlloheni. Edhe do të mërziteni. Dhe e katërta, wa inna lakum fiha an tahyaw fala tamutu fiha abada. Dhe tu do të jeni gjithmonë të gjallë, dhe tu nuk do të vdisni asnjëherë. Kthej këto tash në këtë dinjë. Bota sot apo njerëzit sot, sidomos të pasurit, për çka përpiqen? A nuk përpiqen për këto të treja? Mos më usmu. Han e investojnë të ushqimi, investojnë, han gjëra vëllezër që ne kur ndoshta edhe emrat nuk ja u dim. Pse? Kjo thotë është mirë për shëndetin e gjëra të tjera. Tjetra çka e kanë ato të cilët janë larg islamit? Çka kanë frikë? Çka ishte e para? Edhe ne kena smundjen frikë, amo. Ne nuk jetojmë domethënë me ja kushtu aq rëndësi të madhe që po edhe të smuosh ndonjëherë. Po smuosh. Falen mëkatet. Një ferë që e shpon besimtarin, i falen mëkatet.
Ama të tjerët nuk dëshirojnë edhe mos mund, ai don të jetë gjithmonë i shëndosh. Dhe e dita çka kanë ato frikë, çka bëjnë ato? Ja të rrudha që i dalin të balli, të trupi, gjithë jetën, gjithë pasunin e qonë atje. Pse a i qka dënë? Mos më plak. Mos më plak, nuk dënë më plak. Bëjnë gjëra, vetëm mos më plak. Tjetra, a i shikoni t'i vlezër. Ne muslimon qka i kemi 5 kohët e namazit. Kur i falim ne 5 kohët e namazit dhe në kohën e vete qka, hejna ma të lumtur. Sidomos kur i falim xhami, halama shumë knaqena. Orar 5 kohët e namazit, kur bie me flet, elhamdulillah, kom falë 5 kohët e namazit. Këto çka bëjnë? Këto për me pas monotoni. Mëngjesit, para mëngjesit, do të vrapoj. Ose mora 4, do dal me qenë. A i keni pas, subhanallah, mbije mu raste, sa ashtu e kam punën, subhanallah, mora 3, mora 4, e shëtit qenin. E ka marrë pse a i ka bërtit natën, çka duhet me uqu. E shëtit qenin, pastaj vin të shpëja, lahet pastrohet. Pastaj han mëngjesin, pastaj shkon të puna. Vin prej pune, kthehet ose në fitness. Pastaj shkon të shtëpia pushon. Pastaj çka bën? Thot sot ka teatr, shkon teatr. Apo nesër shikon sot do të shkojmë kinema. Pastaj atje. Pse e kanë gjithë këto? Mos më mërzit, mos më pikëllu, mos më pas monotoni. Thua, ja kanë arrit qëllimit? Nuk ja kanë arrit qëllimin. Krijen ato gjithë prap Allahu subhanahu wa taala ua qënë no mërzit, no brengos e gjëja tjera. Pse? A ju këto dhe më thonë Ibn Qayimi, e ceka dhe në khutbe në banjamen. Shumë një fjallë të madhe ka thonë ke libri e tariqul hijretejnë, rruga e di hijreteve. Në banjamen dhe zë, se i cili përpiqet ta arine lumturin, jo në atë që Allahu Gjelleshanu ka urdhru dhe ka mësu, vetëm sa ajo i kthehet brenga, mërzia, dështime, kështu më radhë. Edhe tjetra çka bëjnë të më thonë jo besimtarët, nuk e kanë qef vdekën. Pse? Kanë qef me jetu, dhe me jetu. E pitën Muhamedin a.s. thënë ja Rasulallah, men khairun nas, kush është njeriu më i mirë? Çka tha pejgamberi a.s. Khairun nasi, men tale umruhu, wa hasuna amaluhu. Njeriu i mirë është ai i cili jeton gjatë më bën vepra të mira. Për çka don ti me jetu? Ti se beson Allahun xheleshanu. Për çka i kushton kësa jetë rëndësi të madhe? Krijuesin nuk e ke gjetë. Tona qerat nëse i ke gjetë, e ke hub krijuesin, asgjë nuk ki. Wa i tha, wa men sharrun nasi ya Rasulallah, e kush është njeriu më i keq? Fa men tale umruhu wa sa'a amaluhu. Ai cili jeton gjatë ama nuk ka vepra të mirë. Jeton gjatë, ama s'ka vepra të mirë ai. Nuk e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Me këto të katërta vëllezër, shiqoni, pse pejgamberi alayhis salatu wasalam e tregon këtë çështje dhe këto janë thirrjet e para në botën tjetër në xhenet. O ju banorët e xhenetit, çka ishte e para? Ju këtu do të jeni të shëndosh dhe nuk do të smorreni asnjëherë. Tu do të jeni të ri dhe kur nuk do të plakeni. Tu do të jeni gjithmonë të lumtur, kur nuk do të mërziteni, nuk do të piklloni. Tu do të jeni gjithmonë dhe asnjëherë nuk do të vdesni. Allahu xhelleshanu e ka bën, nëse ai don njeriu që këtë çështjet, i don njerëzit. Edhe muslimani i don, edhe ndinjo, mos me usmur, por besimtari thot po vallahi, edhe nëse smur nuk ka problem. Besimtari thot po çka po duhet më plak. Besimtari musliman, a mërzitet pse i dalin rrudhat te balli? Flasë besimtarja, po nuk e ka ai program tjetër sa. Ai program tjetër se ka të adhuron Allahun subhanahu wa taala, ai nuk mërzitet. Pse i dalin thinja te mjekrat, ai thot pse subhanallahu këtu falen mëkatet e gjëja tjera. Edhe gruaja muslimane nuk mirët më, nuk kanë dalë rrudhat e balli, nuk kanë dalë rrudhat e qafa, ajo s'mërzitet. Ajo mërzitet nëse ikën një namaz, ajo mërzitet nëse e hidhron Allahun subhanahu wa taala, besimtari për to nuk mërzitet. Besimtari nuk mërzitet edhe se smuhet, besimtari nuk mërzitet, çka thot besimtari? Ai frigohet besimtari vdekjes, thot vallahi jo. Vetëm me iman me shku. Pse? E din se ai takohet me cilin? Me Allahun subhanahu wa taala. Këto të katërtat, a i ka bo Allahu xheleshanu në instiktin e sicëlit njeri, këtu duhet me i kushtu rëndësi kësaj. Me këto të gjërat mund të vërtetone sicili që ka bot tjetër, edhe ajo besimtarën. Çka do njerëzit përgjithësi, mos më usmu. E Allahu thot tu nuk do të smuani asnjëherë, tu do të jeni të shëndosh. Çka do njerëzit përgjithësi, don çka? Me qenë të ri, edhe mos më u plak. Edhe neve na shkon domethënë kush i ka arrit moshën e pletësisë kështu me radhë, i kujtohet rinia, thot subhanallah, e kishte edhe knatësinë e vet. Allah thot, kom me ta dhonë edhe këto. Tjetra çka, sicili don me qenë i lumtur. Shqo vëllezër,
pikëllimet, vujtjet nuk janë, ato nuk janë gjëja të mira. Muhamedi alayhis salam ka bëu dua, çka ka thonë? Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Për Allah kërkoj prej teje të mbrosh nga hem çka janë domethënë brengat, hazan mërzijat, për ato të tashme dhe mërzijat ato të kalumet. Këto e lodhin njeriu. E lodhen e tashmja dhe kur i kthehet kalutës, edhe ajo e lodhen. E Muhamedi alayhis salam ka bëu dua për to, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Pastaj secili njeri ka qejf, domethënë, sidomos ato i lartë rrugës Allahu xheleshanu, ato dëshirojnë me jetu shumë. E Allahu xheleshanu ja ka, o ju që sa adhuroni Allahun, a e keni ju që këtë breng? Që subhanallah, sikush mundet njeri i mençet që e ka atë natyrshmërinë e Allahu xheleshanu të pastër, vetiu ai thot subhanallah, pa tjetër me pas jetë tjetër. Pse? A dëshiron ti t'jesh i shëndosh? Allahu e ka premtu domethënë shëndetin atje. A dëshiron t'jesh i ri, mos më plak? Allahu dhe këtë ta ka garantu. A dëshiron çka t'jesh i lumtur, mos kesh brenga, mërzia, pikëllime? Edhe këto e ki e botën tjetër. A dëshiron me jetu? Po dëshiroj me jetu. E Allahu xheleshanu e ka boçi atje, mos me vdek kur. Prandaj xhenetlit vlezër, edhe xhenemlit ato që do të përfundojnë me ato, do të përfundojnë zjarrin e xhenemit, xhenemi do të jetë i përhershëm. Edhe pse ka mendime shumë të dobta ti xhenemi do të shuhet, por ne kemi dy lloj xhenemi. Një xhenem që do të jetë i vazhdueshëm dhe një xhenem i cili do të përfundon. Kush është ai xhenemi i cili do të përfundon? Xhenemi i besimtarëve të cilët kanë bërë mëkate, do të dënohen atë sa dëshiron Allahu subhanahu wa taala, e pastaj Allahu xheleshanu ato do t'i nxjerr nga zjarri i xhenemit, do t'i nxjerr Allahu xheleshanu ato nga zjarri i xhenemit dhe do t'i fute Allahu xheleshanu ato në xhenet. Prandaj ka besimtar, ka prej muslimanëve që do të dënohen zjarrin e xhenemit, e pastaj për ato zjarri i xhenemit nuk është i përhershëm. Për ato zjarri i xhenemit është domethënë me një afat atë sa dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Mu'tazilit edhe qadirit, të sekte qadirit bileton sekti i parë. A dini kush janë qadirit? Qadirit thuhet në Islam janë sekti i parë që kanë ekzistuar. Do thonë a janë xhawarijit, a janë qadirit, po Allahu alem mund të jenë domethënë qadirit. Çka do thonë qadiri? Qadiri thot Allahu xhelleshanuhu nuk e din veprën derisa ta bën robi. Atëherë Allahu xhelleshanu e din. Edhe e mban mend nuk e haron. Këto janë domethënë qadirit, që Allahu xhelleshanuhu çka ai nuk e din, domethënë Allahu xhelleshanu nuk e din robi se çka do të bëne derisa ai ta bëne. Qadirit ju këto. Mu'tazilit janë ato që gjithë emrat e Allahut i besojnë dhe asnjë cilësi prej cilësive të Allahut ata nuk e besojnë. Allahu thosh Rahim, emrin e ka Rahim, ama nuk ka Allahu xhelleshanu cilësi Rahim. Allahu është Ghafur, po emrin e ka Ghafur, ama nuk e ka Allahu xhelleshanu edhe cilësinë që ai domethënë është falës. E këto Mu'tazilit të thonë ato të cilët edhe në momentin e parë hinë të zjarri i xhenemit, to nuk do të dalin asnjëherë prej zjarrit të xhenemit. Të në mendim të tjerë kush e kanë edhe tekfir, xhawarijët edhe ato e kanë këtë mendimin që nuk ka prej besimtarëve, prej muslimanëve. Ato të cilët do të hinë zjarrin e xhenemit, ato nuk do të dalin prej zjarrit të xhenemit. Kurse Muhamedi alayhis salatu vesselam thot me një hadith, nuk do të jetë në xhenem i përhershëm edhe ai i cili e ka një grimt të vogël të imanit, nuk do të jesë çka në zjarrin e xhenemit, por Allahu xheleshanu e dënon atë sa don ai subhanahu wa taala, e pastaj ndërmjetësojnë profetët e Allahut, ndërmjetësojnë besimtarët, ndërmjetësojnë shahidët, pastaj do të ndërmjetësojnë edhe melekët dhe më në fund Allahu xheleshanu derisa i thot melekëve shkoni nxjerrni prej zjarrit të xhenemit, edhe ato të cilët kanë një grimt të vogël, do të vjen momenti që melekët thonë ne nuk njohim asnjë. Nuk na duket që dikush e prej banorëve të xhenemit, atëherë thot Muhamedi alayhis salam, Allahu e vendon këmbën e tij të xhenemit dhe thot qat mjaft. E ka përmend Allahu pejgamberi alayhis salam hadith këmbën e Allahu xheleshanu dhe ne e dim që ajo është prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Ne nuk flasim për formën e asaj, as që marrim shembull se si është, pa as që ja ndryshojmë kuptimin. Për këmbë e ka pas qëllimin Muhamedi alayhis salam këmbë, lejse ke mithlihi shay. Allahut nuk i përngjan askush, wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është gjithë dëgjues dhe është gjithë shikues, ai subhanahu wa taala. Kjo vëllezër është akidja jon, akidja e ahli sunnetit dhe xhamatit. Ne i besojmë të gjitha cilësive të Allahut xheleshanu që na kanë ardhur prej Kuranit
dhe prej haditheve, prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.